Por shkojmë te pyetja tjetër, e cila ka nevojë për një interpretim shifra zaloshën, pasi në shikim parë duket një shifër e vogël, bëhet fjalë për pjesëmarrjen, a keni marrë pjesë në protesta të javës fundit. 52.7% thonë s'mora pjesë janë pro investimin në Zvërnec, 46.3% thonë s'mora pjesë se s'më ngjallin shpresë, por të paktën në një protestë thonë 1% e shqiptarëve. Tani 1% që kuptohet që duket si shifër e ulët, por sa përkthehet kjo në shifra reale? Pra, ky 1% që thot Spaku një herë në gjatë kësaj periudhe 7-8 ditore, 9 ditore unë kam marrë pjesë. Spaku, jo Spaku. Spaku. Pra Spaku një herë. Të paktën një herë. Të paktën atëherë. Në hyrjet e emisionit ne thamë që kampioni përfaqëson gjithë popullsinë e rritur të vendit në mënyrë pothuajse ideale. Po popullsia e rritur e vendit zyrtarisht është 1.9 milion banor. Pra, 1% e 1.9 milion banorëve përkthehet në rreth 19.000 banor. 20.000. Po nuk është pak, a? Po të kuptohemi që kemi thënë pak të njerëz aty. Po pra në Rangvend. Se janë 8 ditë. Po të krahasosh me protestat e Berishës janë shumë. Më falni se folëm për këtë gjë. Flas shumë, unë flas vetëm për numrat. Këtë llafet vazhdoni ju. Tani, duhet kemi parasysh që këta 19.000 nuk është se kanë dalë të 19.000 çdo ditë në për protesta. Kanë dalë së paku një herë, të paktën një herë. Dhe unë i kam edhe ndarë, në fakt, që disa kanë shkuar dhe për kuriozitet. Thjesht kanë shkuar të kuriozitet qa po ndodh në për protest. Si është gjë e re. Jam kurioz, sa janë ata që thonë kemi shkuar shpesh? Aty nuk ka dy opcionet, dy nëndarjet kësaj, se shumë e vogël, 1%, imagjinot, ndash 1%, 0.3% tonë që thjesht kemi shku për kuriozitet. Pjesa tjetër kemi shkuar, po nuk është e thënë që njëri mund të ketë shkuar 2 herë, njëri mund të ketë shkuar çdo ditë, njëri mund të ketë shkuar në Vlorë, njëri mund të ketë shkuar në Korçë, ka ardhur dhe në Tiranë, ndoshta s'ka shkuar, po gjithsej në total, në afërsi 19. Po ti i ke ndarë me ngjyra, na shpjegoj edhe ngjyrat pas të kanë ngjyrat i kam ndarë të tilla sepse në çdo sondazh unë bëj pyetjen edhe për kë votuat në zgjedhjet e vjetshme, plus kam pyetur për kuriozitetin tim edhe për cilin nga dy politikanët kryesor kanë opinionin më pozitiv dhe kjo më krijon mundësinë që të ngjyros këto segmente. Pra, te segmenti që nuk marrin pjesë se janë pro investimin të Zvërnecit, që është 52.7%. Dhe kjo na përputhet me sondazhet që ne transmetuam ditën e njëjtë apo deri diku. Ka rënë pak, po jo është brenda marzhit gabimit. Tani, ky 52.7% përbëhet nga njerëz shumica pra bizotrojnë në mënyrë dominuese, njerëz që vjet votuan për PS-n, njerëz që nuk votuan për PS-n, po janë simpatizantë Ramës, thjesht si politikan, dhe ka dhe pasaj pak njerëz tjerë që janë as simpatizantë Ramës, po kjo është interesante, 46.3%. 46.3% aty ka një përmbledhje, bizotrojnë fakt PD-HM-ja, votuesit të PD-HM-s. Pra, mbështetësit e PD-s kanë qëndruar larg protestës, po thua? Kjo, nga 46.3% që janë gjithsej që thonë nuk mora pjesë, nuk më gjallin shpresë, 2/3 aty janë njerëz që kanë votuar për PD-HM-n, me fjalë. Pjesa tjetër pas janë njerëz që s'kanë marrë pjesë fare vjetë në zgjedhje, ose kanë votu për partitë votë. Elektorati gri thuhet që është e Po kjo është edhe gria dhe bluja, po mbizotron bluja dhe ngjyra. Duhen e futen në përqindjet e parë, prandaj po them, 46 më duket shumë për po themi për votuesit e Leancës. 46.3% përmbledh mbizotron bluja, sepse PD-HM. Por ka dhe tjerë se 46. Mund të them diçka këtu? Po janë shumë. Sokol? Po, patjetër. Te kjo bluja, do me thonë, unë nuk e di se si është realiteti në fakt, s'mora pjesë se s'më ngjallin shpresë, sepse... Jo, se kjo është mesazhi për partitë e reja. Unë kam po, patjetër, unë kam... Për të kuptuar dhe realisht që kanë pjesëmarrëse. Se opozita zyrtare, po i lëm këto trehat, opozita zyrtare sot ndodhet në një dilemë hamletiane, nëse më ta. Edhe e vërteton kjo shifër apo